Rreshjet atmosferike të ditëve të fundit sollën vërshime që shkaktuan dëme të mëdha në shumë komuna të Kosovës, e veçanërisht në Gjakov. Fatkeqësia preku edhe fshatin e Gjelbër, lagjen moderne e të veçantë të Gjakovës. Përkundërsitës, fshati ka qëndruar në mbështetje të familjeve që hasën në vështirësi, duke siguruar çdo gjë të nevojshme. Ndërkaq sot fshati i Gjelbër ka dalë me një reagim ku është thënë se gjatë vërshimeve që përfshin gjithë rajonin, por edhe mbar Kosovën, e posaçërisht qytetin dhe fshatrat e Gjakovës, një situatë pa precedent që nuk ka ndodhur në 50 vitet e fundit, po përjashtuar nuk mbeti as fshati i Gjelbër, ku uji depërtoi edhe në zonën tonë. Një falënderim i veçantë për të gjithë, e sidomos për banorët e fshatit të Gjelbër, për energjinë e jashtëzakonshme pozitive që treguan. Edhe gjatë atyre 5 orëve të vështira për ta dhe për lagjen tonë, fytyrat e tyre ishin plot energji të mirë, qetësi dhe solidaritet. Falenderojmë gjithashtu institucionin përgjegjës për situata emergjente, zjarfiksit të cilët na ndihmuan neve në evakuimin e 4 familjeve në fshatin e Gjelbër. Falenderojmë nga zemra të gjithë zemërmirët dhe njerëzit me mendje të shëndosh, që u solidarizuan me ne për të kaluar së bashku ato 5 orë të vështira. Gjithashtu, të gjitha familjeve u kemi ofruar strehim të përkohshëm deri në pastrimin e plot të shtëpive. Kemi qenë pranë secilës familje me gjithçka që u është nevojitur dhe do t'ju jemi pranë për çdo gjë. Pavarësisht faktit se çdo centimetër i ndërtuar në fshatin e Gjelbër është realizuar me leje ndërtimi dhe se diga mbrojtëse që rrethon fshatin është ndërtuar po ashtu me leje ndërtimi, por të cilat janë kryer të gjitha pagesat në institucionet e komunës së Gjakovës, ne urojmë që sa më shpejt institucionet përgjegjëse të vazhdojnë ndërtimin dhe rregullimin e shtratit të lumit në mënyrë që të parandalohet përsëritja e kësaj situate, nëse ndonjëherë mund të ndodhë sërish. Megjithse kjo që ndodhi nuk është parë në 50 vitet e fundit, ne do të marrim të gjitha masat e nevojshme që, edhe nëse përsëritet, të mos shkaktojë më dëme në fshatin e Gjelbër. Jemi krenar që vendi ton kemi arritur t'i sjellim një mënyrë jetese, që do të ishte e mirëpritur edhe në vendet më të zhvilluara të Europës. Jemi po ashtu krenar që fshati i Gjelbër do të pasërohet edhe më shumë me bukuri dhe investime të reja në muajt që do të vinë. Jemi krenar që pa kaluar as 24 orë, gjendja në fshat është kthyer në normalitet dhe që familjet kanë filluar sërish jetën e tyre që nga mbrëmja e djeshme. Fshati i Gjelbër ka qenë dhe mbetet madhështor. Këtë sfide përballoi i bashkuar si një familje e vërtet, me zemër dhe dinjitet.